Një ligj I miratuar më shumë se një dekadë më parë, I diskutuar në disa mandate, por që asnjëherë nuk arriti të zbatohej në praktik, por I kthehet sërish në qendër të vëmendjes. Ministri në detyrë I shëndetësisë Arben Vitia njoftoi se ka filluar zbatimi I ligjit për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor përmes themelimit të fondit. Ky është një hap I rëndësishëm drejt ndërtimit të sistemit të sigurimit të detyrueshëm shëndetësor dhe zbatimit gradual të drejtave dhe përfitimeve që parashihen me këtë ligj. Themelimi I fondit po konsiderohet si baza mbi të cilën pritet të ndërtohet sistemi I sigurimeve shëndetësore në Kosovë. Megjithatë, kryetaria e Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë Tevide Imeri thekson se suksesi I reformës varet nga mënyra e menaxhimit të fondit dhe transparenca gjatë procesit. Si përfaqësuese punëtorëve mirëpres fillimin e zbatimit të këtij sistemi, pasi ai ka potencial të rrisë qasjen në shërbime shëndetësore dhe të sigurojë mbrojtje më të mirë financiare për qytetarët. Megjithatë, suksesi I këtij procesi do të varet nga transparenca e menaxhimit të fondit, mënyra se si do të mbledhen kontributet, përfshirja partnerëve për dialog social, si dhe garantimi që shërbimet e ofruara të janë cilësore dhe të qasshme për të gjithë. Pas miratimit të infrastrukturës ligjore, sfida kryesore sipas gazetarës së shëndetësisë Saranda Ramaj mbetet zbatimi në praktik. Ligji për sigurime shëndetësore dhe fondi sot I krijuar, nëse nuk do të ketë shumë buxhet shtesë, nëse nuk do të ketë hapa direkt në digitalizimin e shëndetësisë, nëse nuk do të ketë hapa në krijimin e shërbimeve të reja, krijimin e çmimorëve, krijimin e listës së shërbimeve të cilat do të kontraktohen, do të mbetë njëjtë, sepse aty ka qenë problemi, nuk ka qenë problemi as të mungesa e fondit, as të mungesa e ligjit. Sipas skemës së parapar, punëmarrësi dhe punëdhënësi do të kontribuojnë me nga 3.5% të pagës bruto, ndërsa fondi do të menaxhojë mbledhjen e këtyre kontributeve dhe financimin e shërbimeve shëndetësore. Megjithatë, mbeten ende të paqarta fatet konkrete se kur do të nisë mbledhja e kontributeve dhe kur qytetarët do të fillojnë të ndjejnë përfitimet e para nga kjo skemë.